kemi dy përfaqësues të kësaj të një organizate studentore të cilët nuk e përkrajnë protestën. Megjithatë në Senat ju nuk keni përfaqësuese dhe fundja Senati është ai ku studentët kanë fuqinë e tyre për të ndikuar edhe për të reaguar në raste të ndryshme, siç është ky rast që po ndodh tani. Këtu është hipokrizia më e madhe e këtyre njerëzve të cilët e kanë thirrur protestën. Në Senat studentët disponojnë me 7 senatorë, gjë që janë pjesëmarrës direkt në zgjedhjen e personelit. Do të thotë këta student nuk kishin dhënë dritën jeshile për dekanët të cilët kanë qenë pjesë e kabineteve qeveritare dhe nuk kanë pasur as pak paraqitje, do thotë për gjatë kohës sa ishin ministra dhe janë edhe të dyshuar për korrupsion dhe vepra tjera penale. Kështu që në këto momente kanë qenë të heshtur. Edhe në momentin kur stafi, do thotë, këta persona, cilët sot janë në rektoratin e Universitetit të Prishtinës, janë hedhur në votim, atëherë këta studentë kanë votuar pro. Do të thotë kanë votuar në paketë 9-0. Por ta thonë se u bë një lëvizje te çështja e prorektorëve dhe kjo është arsyeja e protestës. Si e komenton të dhe si e komenton dhe një fakt tjetër, nuk ka reagime ndaj emërimit të rektorit nga studentët. Rektori është ai menaxheri kryesor i universitetit dhe ai e zgjedh stafin bashkëpunues, nuk mund t'ia zgjedhin studentët stafin atij. Po pikërisht, nëse këta studentë do të ishin në mbrojtje të drejtave, do të kishin për kërkesa parimore, atëherë së pari duhet të ngriheshin kundër rektorit, sepse siç e din rektori tanishëm i cili ka marrur detyrën, ishte pjesë jo më lart se 2 muaj ishte pjesë e kabinetit qeveritar. Dhe nëse kërkesat e tyre do të ishin parimore, atëherë kërkesat nuk duhet të personalizoheshin në individ. Atëherë kjo të jep të dyshosh se këta student kanë konflikte personale dhe tentojnë që për interesat e tyre të përfitojnë në këto momente. Ne gjatë këtij pluhurit të trazuar, do të thotë ditët e fundit, kemi bërë edhe hulumtime. Unë personalisht profesor Nuri Begjetën e kam pasur profesor në vit të parë. Edhe më keqja më e madhe është se ai nënkryetari i parlamentit studentor, i cili deklarohet nëpër media, vitën e kaluar ka qenë kryetar i asociacionit të shkencës të studentëve të shkencave politike pranë departamentit, pranë fakultetit filozofik, dhe në përkraj dhe në bashkëpunim me kolegët e vet kanë ndarë edhe çmim si profesor i dalluar, do të thotë mirënjohje për profesorin Nuri. Dhe këtu është hipokrizia më e madhe ku ai thotë se ka qenë pjesë e stafit të mëhershëm. Prandaj jetojmë në një shtet demokratik dhe gjithmonë përgjegjësia është individuale. Ka politikë të studentët sipas teje? Po njeriu për nga qenia është qenie politike. Nëse ti nuk merresh me politikë, politika merret me ty. Kështu që studentët duhet të jenë politikë, po jo partijak. Mirë, kam edhe një pyetje të fundit. Përse ju si student nuk merreni me me problemin e hapësirës, nuk ka hapësirë me infrastrukturën, me profesorët pa kriter që ju vinë për t'ju ligjëruar në për fakultete, po merreni me disa çështje që duhet se dalin jashtë atyre kompetenca e mundësive tuaja. Po anta qëndron këtu, sepse të gjitha këto beneficione, të cilët i kanë pasur nga menaxhmenti i kaluarit, i cili tashmë është larguar, këta student, kjo strukturë, për qëllimet e veta personale dhe krejt të ulta. Disa prej tyre kanë fituar edhe pozicionin, do të thotë pozicionin statusin e asistentit në Universitetin e Prishtinës. Dhe profesor Nuri Begjeti paraqitet si pengesë, sepse është profesor parimor, njeri i cili është institucionalist, dhe këta shohin si pengesë për realizimin e këtyre synimeve të veta. Besoj kjo ishte e qartë qëndrimi edhe juve si organizatë studentore që përrestuar në Parlamentin Studentore. Një falenderoj që ishte mysafir në programin tonë. Faleminderit shumë. Shikues në Europë situohet me Azem Kolloni, i cili vjen nga Paqja Studentore. Qëndrojnë dhe tutje me